Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të tregojmë për historinë e suksesit të Red Hill e ndodhur në Paskuqan, fare pranë në Tiranës. Për më shumë, do të ndjekim intervistën ekskluzive me menaxherin e përgjithshëm Lurzim Xhema. Zoti Lurzim Xhema, faleminderit që pranua ftesën time dhe mirë se u gjejmë në Red Hill të ndodhur në Paskuqan. Kënaqësia është e ime më radh parë dhe ju uroj njëkohësisht mirëseardhjen në ambientet e restorantit Red Hill. Faleminderit dhe ju për mikpritjen. Zoti Lurzim, pyetjen e parë nisim është logjike, kur filloi investimet ky objekt kaq madhështor që quhet Red Hill të ndodhur në Paskuqan, fare pranë Tiranës. Po pak a shumë punimet kanë filluar në nëntor të vitit 2018, gjithmonë të paramenduara dhe të parashikuara nga dy pronarët, të cilët menduan për të bërë diçka madhështore, duke ju ofruar arkitektëve të cilët na kanë sjellë besoj një kryevepër që flet vetë. Po. Pastaj, dhe kur nisi puna këtu në puna ka vazhduar në mars të 2022 për arsye që dihen, sepse në atë kohë ka qenë dhe pandemia, e cila ndikoi sadopak në ethurinë e punimeve, por që në 2022 pastaj ju e shikoni vetë, ka filluar hapja e lokalit. Në të gjithë sektorët e saj. Në të gjithë sektorët edhe pastaj ka vazhduar pa pushim, pa ndërprerje. Lurzim, na shpjegoni tani veç e veç cilët janë ata sektor që përbëjnë këtë objekt madhështor, e cili bën pjesë në sektorin e hoteleri turizmit në Shqipëri. Është krenari për hoteleri turizmit në Shqipëri. Në lokalin janë menduar pothuajse të gjitha planet, pra kemi një kuzhinë, kemi sallën e restorantit, kemi barin që është edhe veror edhe dimëror, kemi hotelin, edhe duke menduar që vendosja e këtyre të gjithëve do të shërbejë sadopak që për klientelën, po edhe për mbarvajtjen e biznesit edhe për të gjitha. Po mbi të gjitha ju kemi një sallë eventesh madhështore, apo jo që salla e eventeve që është një kryevepër, është afërsisht për 300 vende dhe është pothuajse e pajisur me të gjitha aksesorët, siç janë vendosja e lazerit, tymit, zicave, robotot, që edhe këto japin sadopak pothuajse atë stimulin për të bërë një event të nivelit lartë. Pra janë evente ku përfshihen dasmat, fejesa, ka shumë salla shërben për të gjitha llojet e eventeve. Pra, duke filluar që nga martesat, fejesat, ditëlindjet, e shumë evente të tjera familjare që ato vetë i organizojnë. Nga kanë qenë klientët më të largët që kanë frekuentuar sallën e eventeve tuaj, të themi, po dhe në Shqipëri, po dhe në Kosovë. Pothuajse kemi nga të gjitha trevat. Për shembull, për jashtë bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara, Australia, Kanadaja, kemi pastaj nga Europa goxha shumë, edhe bilese edhe si vjet janë një pjesë e mirë. Gjermania, Franca. Pra janë emigrantët tanë që vini bëjnë normal, emigrantët të cilët shfrytëzojnë ato kohën e pushimeve dhe për të kryer eventin sipas dëshirës që ato kanë. Po për sa i përket restorantit dhe barit, ç'mund ta thoni Lurzim? Restoranti dhe bari, neve jemi shumë të kënaqur sepse bazohet mbi vlerat e shefit kuzhinës, që ka një njohuri të madhe qoftë për kuzhinë italiane, mesdhetare, apo mund ta quajmë thjesht universale. I munduar që edhe me çmimet, edhe me të gjitha, të jemi korrekt dhe duke pas parasysh atë nivelin që ne kemi për të justifikuar dhe çmimet edhe të gjitha. Po, Lurzim, tek me që po flet për kuzhinën, ju jeni vetëm tek mishi, po ju thatë jeni më shumë se tek mishi, apo jeni edhe ke pizzeria, ke pastat? Universale, kur them universale do të thotë që përdorim edhe peshkun, edhe mishin. Por po kështu edhe për fëmijët, për shembull është menduar për burgerat e për këto kurse specialitetet dhe shefit janë të shumë llojshme dhe të ndryshme. I mundu që t'i pasqyrojmë në Instagram, që edhe njerëzit të njihen më konkretisht me ato. Ndërsa për lëndën e parë, Lurzim, ç'mund ta thoni? Për lëndën e parë, neve mendoj që jemi goxha lart sepse jemi munduar gjithmonë të marrim atë që është më e mira dhe jo më e lira. Por këtë e ka treguar vetë puna, sepse kemi bërë një punë goxha domethënëse për sa i përket qoftë shërbimit, qoftë shtrimit e të gjitha. Gjithmonë flasim për çfarë na thon klientët, me fjalë nga komunikimi që i kemi me to, dhe ato nxjerrin pa realitetin siç është.
Po, ndërsa pronarët janë kujdesur që klientët tuaj që do të marrin pjesë në evente gëzimi në sallën e eventeve, të kenë dhe akomodimin të sipër, pra disa dhoma hoteli i kenë Sa i dispozicion të përket tyre. dhomave, neve ato kryesisht i shërbejmë kur ka aktivitet, pra kur ka event, edhe normal janë dispozicion të atyre që kanë eventin. Për sa i përket pronarëve, mendoj që janë shumë të rregullt për sa i përket punës dhe besoj se vetë ambientet flasin aq shumë sa që nuk mund të flas më shumë më. Që punohet me kënaqësi në Jo me kënaqësi, po me nivel lart, pa flasim qoftë në paraqitje, në estetikë, në punë, gjitha. Edhe po flisin tani për kushtet e punës, po cili është stafi juaj? Atëherë, stafi janë përbëhet kryesisht nga shqiptar, tek kuzhina për shembull janë dhe disa të huaj që janë me kontratë pune. 2 janë nga Filipinet, 1 është nga Maroku dhe 1 nga Tunizia, të cilët jemi të kënaqur sepse bashkëpunimi është goxha i frytshëm. Lulzim, ju jeni menaxheri përgjithshëm, por keni edhe një kolege që ndani punën me ta, apo jo? Po, me Ilven kolegen jemi të dy pothuajse një trup e një mendje, sepse në raport me klientin mundohemi të jemi shumë korrekt, të pasqyrojmë gjitha detajet, që edhe ato të jenë qartë nesër për atë event që do të organizojmë. Po. Cila është detyra juaj më konkretisht, si menaxheri përgjithshëm? Po, neve kryesisht merremi të dy bashkë, Po, të dy bashkë me kolegen? Merremi me gjitha, me organizimin e eventeve, shpërndajmë urdhat e ditës për shembull për të gjithë sektorët. Porosisin lëndën e parë. Dikosisht ndjekim nga afër shërbimin, qoftë në restorant, qoftë në bar. Edhe normal Ilva kryesisht, pastaj komunikon shumë me Instagramin dhe me rrjetet sociale, që të jemi pothuajse në kontakt vazhdueshëm me të gjitha gjërat, me të gjitha zërat. Po. Lulzim, të flasim pak edhe për këtë objekt madhështor ku ushtrojnë aktivitetin e këtyre në Red Hill, pra, këto 4 sektor që ju sapo i përmendët. Është një objekt madhështor, mua më surprizoi kur e pash, sepse ka elemente të modernes, të gotikes, kolonada, xhama shumë në këtë hollin qendror ku jemi ne, piktura gjithashtu, pra ka një kombinim, po edhe në ambientet e tjera ka një kombinim të gotikes, por edhe të modernes. Ku janë mbështetur pronarët për hartimin e projektit të kësaj godine dhe sa kohë ju është dashur ndoshta edhe disa vite për të bërë projektin, për të vendosur që dua këtë projekt? Po, me kalimin e kohës, pronarëve i lindi dëshira për të bërë një objekt apo si thosh një restorant, por jo të tipit që shepën shumica që e kanë paga shumë atë mendimin për ta zhvilluar edhe për të marrë lekët në qymë fillim. Kanë bërë një paraqitje, për shembull, faqata është një kryevepër që kushdo që e ka parë mendon që kemi të bëjmë me një njerëz që paga shumë e njeh disi me një artist, pra një artist mund bëj një hyrje të tillë. Po shikoni, përdorimi i hekurit, i mermerit edhe i shumë kolonave dhe i shumë gjëra, alternativ i përsosur, për sidomos kur bëhet fjala për sallë eventesh, për shembull njeriu duhet të jetë shik i kujdesshëm sepse me atë pastaj njeriu do të vazhdojë rrugën drejt biznesit. Për sa i përket kësaj, unë mendoj që pronarët ja kanë arritur qëllimin. Në të gjitha sektorët, po ti shikosh, çdo gjë është në vendin e dur, si më thonë në kohën e dur. Po. Po ashtu pronarët janë kujdesur edhe për ambientin e jashtëm, shoh sipërfaqe të gjelbëruara, pemë, por kujdes edhe për klientët që kur vinë me automijet e tyre t'i parkojnë po në pronën tuaj. Atëherë, pasaj përket ambientit jashtëm, kemi bërë disi dekor me bar, me lule, me gjitha, por kjo s'do të thotë që ne kemi përfunduar. Dita ditës punohet dhe mendohet që çfarë do të bëhet diçka më e bukur që të jetë gjithmonë në shërbim të klientelës. Dhe në sekuencat në vazhdim do të ndjekim disa plane magjepsëse nga arkitektura e Red Hill.
Lulzim na folët për deri tani për Red Hill, për sektorët e saj, për punën tuaj të përditshme këtu, për stafin tuaj, për kuzhinën, por unë di që ju jeni me një eksperiencë të gjatë në këtë sektor, na flisni pak dhe për veten tuaj. Po tash të flasësh për veten gjithmonë nuk është fort e lehtë edhe nuk është gjë e mirë sepse jemi njerëz pak a shumë që jemi përkushtuar punës, jo llafeve, por mendoj që ecuria që kam pasur në disa lokale finalizohet në Red Hill dhe për mua është një kënaqësi e veçantë, sepse është lokal që ke qef të hysh jam rreth parë, pastaj shërbesh. Po. Me çka kemi parë deri tash, edhe klientela pak a shumë më respekton e mbon për vetë moshin që i kam, po gjithmonë i mbeti me asaj që Red Hill është Red Hill. Po. Lulzim, ju keni eksperiencë në këtë sektor edhe jashtë Shqipërisë, apo? Patjetër, kam punuar ca kohë në Zvicër, në Jona, afër Zëriut. Normal, ato nuk po them që isha në një lokal me 5 yje, por ama edhe atë ish palosa vlerat e mia do i treguar nivelin e lartë, qoftë shërbimit, qoftë komunikimit, qoftë qëndrimit. Edhe kënaqësi goxha për mua. Po, dhe së fundi, ju e keni eksperjenca dhe me disa ish lider shqiptar, presidenta, kryesisht, po, pavarësisht tek gjithë presidentët kam shërbyer. Është nder dhe respekt sepse ato janë figura të këtij shteti. Patjetër. Neve kuptohet jemi të zhveshur nga politika, kështu që për neve shërbimi në instanca të larta është i shenjtë apo jo? Kjo është një nuk bëhet fjalë, është tamam i shenjtë. Kush janë disa këta ish president? Po gjithë, fillojmë tek Indjeri Fatosnano, Sali Berisha. Kryeministri Nano, po. Po, 20 vjet. Po Exhe Pejdani, Bamir Topi, pathuajse të gjithë presidentët, gjithë. Me ish lider Ramizariak kam ne goxha më shumë edhe them që në shërbimin e tyre njeriu mëson diçka. Patjetër. Për të marrë atë çka është më e mira, po flasim gjithmonë më në kuadrin e shërbimit, apo jo? Patjetër. Dhe si e shikoni të ardhmen e Red Hill, ajo ka arritur në majat më të larta tashmë, por pronarët a pretendojnë akoma diçka më shumë? Unë mendoj që këtu ka arritur kulmin, ky investim. Pronarët pretendojnë, sepse flasim gjithmonë, kemi në raport me kohën, koha evolon. Duke evoluar, normal paraqiten gjithmonë gjëra të reja për sa i përket, qoftë në shërbim, qoftë në ushqim, qoftë në këtë. Dhe për këtë mendojnë gjithmonë që në radhë parë të krijojnë kushte maksimale për ta ushtruar atë lloj biznesi në atë lloj forme që klienti të ndihet këndshëm edhe mirë. Po, Lulzim, unë të falenderoj sinqerisht që përfaqësove këtu dhe zërin e pronarëve tuaj të Red Hill, por edhe veten tuaj dhe më fole me kaq krenari, por dhe me modesti për Red Hill, për ju, për stafin dhe për çdo gjë të mirë të bukur që zhvillohet në këtë resort të hotelërisë turizmit në Shqipëri që quhet Red Hill. Faleminderit shumë. Kënaqësia është e imja, edhe herë ju falenderoj shumë që ishit pranishëm në ambientet e Red Hill. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi minutave të emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në Red Hill, e ndodhur në Paskuqan fare pranë Tiranës, si dhe zhvilluam një intervistë ekskluzive me menaxherin e përgjithshëm Lulzim Xhema.